Forcat izraelite dhe ato amerikane goditën objektiva në të gjithë Iranin të martën duke nxitur kundër reagim iranian në zonën e Gjirit, ndërsa konflikti u përhap në Liban, tronditi tregjet globale dhe çoi çmimet e naftës ndjeshëm më lart. 4 ditë pas nisjes luftës, presidenti amerikan Donald Trump u tha gazetarëve se ushtria amerikane kishte goditur shumë objektiva detare dhe ajrore iraniane, duke deklaruar se pothuajse gjithçka është shkatruar. Trump gjithashtu përpoqte justifikonte sulmin ndaj Iranit duke thënë se kishte urdhëruar fushatën sepse kishte një ndjesi se Irani do të sulmonte pasi negociatat mbi programin e tij bërthamor kishin ngecur. Si përgjigje ndaj sulmit të ashpër, dronet iranian goditën ambasadën amerikane në Arabinë Saudite pasi më parë kishin goditur misionin në Kuvajt. Washingtoni mbylli të dyja ambasadat si dhe ambasadën e tij në Liban dhe urdhëroi personelin jo thelbësor qeveritar dhe familjet e tyre të largohen nga pjesa më e madhe e lindjes së mesme. Të martën u pa tym pranë konsulatës amerikane në Dubai dhe sekretari i shtetit Marco Rubio u tha gazetarëve se kishte goditur një parking dhe se i gjithë personeli ishte i sigurt. Një burim i njohur me planin e luftës së Izraelit i tha Reuters se fushata ishte planifikuar të zgjasë 2 javë dhe po përparonte në listën e objektivave më shpejt se sa pritej, me sukses të hershëm me vrasjen e liderit iranian përfshir udhëheqësin suprem Ayatollah Ali Khamenei në valën e parë të sulmeve të së shtunës. Donald Trump tha të hënën se parashikimet fillestare amerikane ishin që operacioni të zgjaste 4 deri në 5 javë. Kur u pyet se kë do donte në krye të Iranit, Trump të martën dha një përgjigje të drejtë për drejtë. Shumica e njerëzve që kishin në mendje janë të vdekur. Kryeqyteti iranian Teherani u godit vazhdimisht nga shpërthime gjatë ditës, ndërsa Izraeli goditi transmetuesin shtetëror dhe një zonë pranë aeroportit. Ushtria izraelite tha gjithashtu se kishte goditur objektin nëntoksor të zhvillimit bërthamor Minzadehei në Teheran, ndërtesa që strehonte asamblena e ekspertëve të Iranit e ngarkuar me zgjedhjen e një lideri për të zëvendësuar Khamenein u rrafshua gjithashtu nga një sulm ajror në qytetin e Qom, raportuan agjencitë iraniane të lajmeve. Izraeli tha se ende po shqyrtonte rezultatet e atij sulmi. Nuk ishte me njëre qartë nëse pati viktima në atë sulm, por Trump tha se zyrtarë të lartë iranian kishin humbur jetën të martën. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë goditur më shumë se 1700 objektiva në Iran që kur filluan operacionet e tyre ushtarake në vend të shtunën, sipas një përditësimi nga Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara. Objektivat e goditura përfshin vende raketash, anije detare në Dece dhe qendra kontrolli. Centercom shton se Shtetet e Bashkuara përdoren avion, duke përfshirë avion të shumë të ftarak, si dhe sisteme raketash dhe anije për të kryer sulmet. Përditësimi i cili ofron informacion për 72 orët e para të operacionit shton se Centercom po i jep përparësi vendeve që paraqesin një kërcënim të afërt. Ndërsa tregjet globale të aksioneve ran pasi ndërprerja e furnizimit energjetik nga lindja e mesme kërcënoi të rindez inflacionin. Çmimi i naftës bruto u rrit me 5%, ndërsa çmimi me shumicë i gazit natyror në Europë u rrit me 40%. Çmimi mesatar i benzinës në Shtetet e Bashkuara arriti $3.11 për gallon, sipas shoqatës amerikane të automobilave. Një tregues i dukshëm i rritjes së çmimeve për konsumatorët, të cilët e konsiderojnë këtë si një nga shqetësimet kryesore përpara zgjedhjeve të ndërmjetme të nëntorit. Indekset e Wall Street ishin në rënje në mesditë pas humbjeve mbi 3% në tregjet europiane dhe aziatike. Irani e ka quajtur luftën një sulm të paprovokuar. Ne kemi thënë armikut se nëse përpiqeni të dëmtoni qendrat tona kryesore, do të godasim të gjitha qendrat ekonomike të rajonit, tha për median iraniane Ebrahim Jabari, këshilltar i Gardës Revolucionare. Irani ka lëshuar raketa dhe dron drejt shteteve arabe fqinje që strehojnë bazat amerikane dhe ka bllokuar transportin detar përmes ngushticës së Hormuzit, ku kalon një pesta e furnizimit botëror me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm. Katari, një nga eksportuesit kryesor në botë të lëngut të lëngshëm, ka ndaluar prodhimin, ndërsa cisternat kanë hedhur spirance në Gjirin Persik në vend që të rrezikonin kalimin nëpër ngushticë. Kostoja për marrjen me qyrat të një cisterne për transportin e naftës nga lindja e mesme në Azi është pothuajse 4 fishuar, që nga java e kaluar duke arritur një rekord prej $400.000 në ditë. Trump tha se qeveria amerikane do të ofrojë siguri për cisternat në rajon dhe se marina do t'i shoqërojë ato nëpërmjet ngushticës nëse është e nevojshme. Transporti ajror global është përfshirë gjithashtu nga kaosi me qendrat ajrore të lindjes së mesme që lidhin Azinë, Europën dhe Afrikën, të cilat janë mbyllur. Në Liban, aleatët e Iranit, Hezbollah, qëllojnë ndaj Izraelit, i cili u kundërpërgjigj me sulme ajrore dhe përforcime të pozicioneve toksore në jug.
Tymizi dëndur mbuloi Beirutin, ndërsa dëgjoheshin shpërthime. Autoritetet thanë se 10 persona u vranë. Irani tha se numri të vdekurve nga sulmet kishte arritur në 787, kjo përfshin 165 vajza të vrara në ditën e parë të luftës kur shkolla e tyre u bombardua. Bilanci më i lartë mes disa objektivave civile të raportuara si të goditura. Media shtetërore tregon qindra njerëz në qytetin Jugor Minab, ku arkmortet e vogla të vajzave të mbështjella me flamuj iranian u kaluan nga një kamion dhe u mbajtën nga turma mbi një mori duash të ngritura drejt vendit të varrimit. Zyra OKB-s për të drejtat e njeriut kërkoi hetim për sulmin, të cilin zëdhënësi i saj e quajti absolutisht të tmerrshëm. Disa iranian kanë festuar hapur vdekjen e Khameneit, 86 vjeç, i cili kishte sunduar Iranin për 37 vjet dhe kishte drejtuar forcat e sigurisë që vranë mijëra protestues antiqeveritar vetëm disa javë më parë, ndërsa zyrtarët izraelit kanë deklaruar qartë se duan të rrëzojnë qeverinë e Iranit. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se qëllimi i luftës është të shkatrojnë aftësinë e Iranit për të projektuar forcën e tij përtej kufijve të tij.